Të rinjtë e komunës së Gjakovës, të veshur me veshje kombëtare e të përgatitur me poezi, organizuan orën letrare e cila u mbajt në ambientet e hapura të parkut të qytetit pranë bustit të nënës Terezë. Jam shumë i lumtur që kam marrë pjesë sot këtu dhe më vjen mirë që ka një numër kaq të madh fëmijëve të cilët dëshirojnë të recitojnë dhe të interpretojnë punimet e tyre. Organizatorët u shprehen të kënaqur me ecurinë e organizimit të orës letrare. Si zakonisht në mitingun e poezisë merr pjesë karavani shkrimtarëve për fëmijë, ata janë pjesë e pandashme e mitingut. Sot kanë ardhur për miting, por kanë ardhur dhe kanë vizituar një shkollë fillore këtë Mendris Venolli, aty kanë marrë një orë letrare, tash do ta vazhdojnë këtu. Prindër e poetë së bashku me qytetarë të pranishëm për disa momente u ndalën dhe shijuan pikat recitale të organizuara nga të rinjtë e Gjakovës në kuadër të mitingut të poezisë që po mbahet në Gjakovë.